Katër ndeshjet e zhvilluara dje dhe sot në kuadër të Xhiros 18 në ligën e parë të futbollit vendor, sollën një fitore për vendasit dhe 3 për ekipet mysafire. Në 2 ndeshjet e zhvilluara sot në Gjorçe dhe Gostivar, fitues dolën Makedonia Gjorçe Petrov dhe AP Brera. Ekipi Makedonia Gjorçe Petrov në cilësinë e vendasit mundi shkupin 3-0. Autor të golave për Makedonia Gjorçe Petrov ishin Hamzic, Goreo dhe Sofia Inovski. Ndeshja në Gostivar mes Arsimit dhe Shegranit dhe AP Brera nga Strumica pas 90 minutave lojë në teren të papërshtatshëm përfundoi me rezultat 0-2 për skuadrën nga Strumica. Autori golave për ekipin nga Strumica ishin Petrovic në minutën e 23 dhe Stojanov në sekondat e fundit të ndeshjes. Dje në stadiumin e qytetit në Struk, ekipi i Sileksit mundi me përmbysje Struga Trimlum 2-3. Fitore në cilësinë e mysafirit regjistroi dhe Vardari 3-0 në përballje me Rabotničkin në ndeshjen që u zhvillua në terenin e kampit stërvitor të FFM-s. Gjiroja 18 mbyllet nesër me ndeshjen që do të zhvillohet në Kumanov mes Bashkimit dhe Pelisterit.